Komisioni Regulator për Energjetik ka miratuar vendimin për të ndryshuar çmimet e derivateve të naftës. Çmimi me pakicë i benzinës Euro Super BS 95 ulet për 0,50 denar dhe nga mesnata do të jetë 83,50 denar për litër, kurse i benzinës Euro Super BS 98 nuk do të ndryshohet dhe mbetet në nivelin e njëjtë prej 85,50 denar. Çmimi me pakicë i dizelit rritet për 2,50 denar për litër dhe do të jetë 98 denar. KRE ka njoftuar se nëse nuk intervenonte qeveria në akcizat dhe TVSH-n, çmimi i benzinës do të ishte më i lartë për 8,50 denar, kurse i dizelit për 12 denar. Qeveria ka vendosur të ulë akcizën për dizelin me 4 denar, ndërsa për benzinat me 2 denar. Njëkohësisht vazhdon të zbatohet masa për uljen e TVSH-s për karburantet nga 18% në 10%. Gjithashtu me kompaninë Okta është arritur marrëveshje që do të vazhdojë edhe zbritja shtesë, 2 denar për benzinat dhe 3 denar për dizelin, të paktën deri në fund të muajit prill. Sipas qeverisë, këto masa synojnë të zbusin presionin e çmimeve mbi qytetarët dhe të ruajnë standardin jetësor. Autoritetet qeveritare thonë se pavarësisht rritjes së ndjeshme të kërkesës, veçanërisht në rajonet kufitare, ku është trefishuar shitja e derivateve të naftës, për momentin nuk ka nevojë për kufizimin e sasisë së karburanteve që blejnë shtetasit e huaj. Nëse kriza vazhdon, qeveria po shqyrton edhe masa shtesë për fshir uljen e TVSH-s për produktet bazë ushqimore nga 5% në 0%, si dhe reaktivizimin e masës për ngrirjen e marzheve. Gjithashtu po analizohet mundësia që efektet e kësaj mase të zgjasin edhe pas heqjes së saj formale, me qëllim që të parandalohet një rritje menjëhershme e çmimeve.